Dy pallatet e para që ka bo Elmaza e kanë qeduar, kanë bo ullje. Aktualisht që flasim janë 74 cm ullje. Kjo që sapo dëgjuat është dëshmia shokuese e një nën kontraktori të angazhuar në mega projektin Durrës Marina. I njohur ndryshe si kompleksi Alabarit, biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe që ka premtuar një investim prej 3.2 miliard euro në zonën ku aktualisht ndodhet porti më i madh në vend. Dëshmitari flet për dy pallate që nuk kanë thjesht një problem të vogël teknik, por kanë posuar zhytje të konsiderueshme të strukturës, gjë që ngre pikpyetje serioze për sigurinë dhe cilësinë e ndërtimit në atë kompleks gjigant. Në këto pamje që ju shihni, pallatet duken më bukur se kurrë, me arkitekturë luksoze dhe ambiente moderne që premtojnë një standard të lartë jetese, ashtu siç është promovuar që në fillim të projektit. Por pavarësisht kësaj fasade, sot jemi përpara këtij skandali. Denoncimi ynë për projektin në fjalë i përket muajit shkurt të këtij viti, kur ju treguam se si Durrës Marina, i prezantuar si zhvillim strategjik, rezultoi se në fakt mbështetej kryesisht te paratë e qytetarëve që blejnë apartamente në ajër dhe jo te kapitali real i investitorit. Skandali thellohet kur sheh se shteti shqiptar rezulton të ketë kontribuar me qindra miliona euro në këtë projekt, përmes tokës publike, taksave të falura dhe kostove të zhvendosjes së portit, ndërkohë që përfitimi në fund del më i ulët se investimi. Sidoqoftë, edhe pse projekti u miratua me një plan financiar tërësisht në favor të palës private dhe me kapital të papërfillshëm nga ana e saj, ecuria e punës në kantier lë për të dëshiruar. Sipas asaj që vetë kompania reklamon në rrjetet sociale, 3 vjet pas nisjes së punimeve, gjendja është e tillë, kanë përfunduar vetëm 3 godina dhe 2 të tjera janë ende në ndërtim, edhe pse sot që jemi afër mesit të fazës së parë të projektit, do të duhet që të kishin përfunduar rreth 1680 apartamente. Sepse kështu ishte premtuar. Por kjo nuk ka ndodhur, madje është shumë larg të ndodhë. Kjo ecurie ngadalë të projektit shihet edhe te vlera e ulët e parave që janë shpenzuar për të investuar, të paktën për vitin 2023 dhe 2024. Ajo çfarë është shpenzuar për punimet e kryera është 41 milion euro. Edhe kjo shumë larg miliardave që u premtuan në fillim të projektit. Sipas masterplanit që kompania private ka premtuar në marrëveshjen me qeverinë shqiptare, për 7 vitet e fazës së parë do të investoheshin 595 milion euro dhe nga shitje do të mblidheshin 990 milion, por në të vërtet, kompania ka arritur që të investojë deri më sot vetëm 10 milion euro kapital nga paratë e veta dhe pjesën tjetër nga shitjet e apartamenteve në ajër. Por gjithashtu, edhe paratë që projektohet të mblidheshin nga parashitjet, duket se nuk kanë patur ecuri të mirë. Për vitin 2023 dhe 2024 janë mbledhur vetëm 36 milion euro. Pra, me pak fjalë, nëse projekti vijon me këtë ecuri, Marina Turistike e Durrësit, e premtuar si një nga projektet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në Shqipëri, vetëm për fazën e parë do të përfundojë pas 30 vitesh, ndërsa për të mbyllur projektin e plot do të duhen 80 vite. Kjo është ajo çfarë kishim denoncuar javë më parë, pa e ditur as pak që e keqja e madhe ndodhej në themelet e ndërtesave që sapo ishin ngritur, e që së fundmi kanë filluar të zbresin, jo në çmime, jo, por në tokë. Unë jam një nga non-kontraktorë që kam një pjesë punimeve të betonit aty mrena. Dy pallatet e para që ka bo Elmaza e kanë qeduar, kanë bo ullje. Aktualisht që flasim janë 74 cm ullje. Janë zhyt poshtë. Për cilën nga pallatet e ke fjalën? Flas për dy të para, domethënë. Po kjo e para akoma më shumë. Çdo ndërtim që ndërtohet rishtas bën atë uljen e vet, po në këto përmasa këto janë alarmante, nuk ndodh që të ketë zhytje të tilla. Para një muaji aty është bërë problemi i madh. Atë bën edhe dyre dritare, edhe në momentin që çadum plasën ato. Kohën që ne bëm budrumet, na thritën, na thanë haj se ka plas plateja themeli. I bëm edhe stres tjetër sa mos dukej, por e ka bë ulje gjithë objekti. Po cila është arsyeja e kësaj fundosjeje të strukturës? Ajo fillim ka qenë gjys kalade, pjesë porti edhe nuk ka pas pilota, po nuk lejohet bëhet ndërtimi pa pilot aty. Këto për të kursy lekët mendojnë që me që ka qenë fillim port, mojnë porti, do ta mojnë bazamendi dhe nisën në procedura normale. Tani ajo pas 2 vitesh që do e ka bë ulje, për zhyt poshtë komplet se nuk e mame, është knetë rër. Bëhet fjalë për një terren ranor fare pranë detit, që ka një specifik tërësisht të ndryshme nga zonat të tjera më në distancë, por me sa duket, kjo nuk i ka shqetësuar investitorët, të cilët, sipas dëshmitarit ton, kanë dashur të kursejnë. Momentalisht çfarë bëjnë këta për ta rregulluar gjën? Tani janë duke bërë përforcime anësore, janë duke ngul pilota kjo firma turke, sepse pas këtij problemi, asaj firma u rimblot, edhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda me pilota, se e kuptuan që ai terren nuk mban, kupto. Janë duke punu ditë natë, po të vish tash shofësh, janë këto vinçat e gjatë blu, ato me goditje, me plasje, që ngulin blindat për ditë. Gjithë zona aty tani është duke u bë me blinda. Pastaj mbi këto blinda do ndërtohen, ndërsa të dy të parë nuk e mendon kështu. Kanë marrë më lehtësh, edhe dy të parë lën fundos. Ato dy të parë
avokat për i grynin qikansore të shi sa që lejon objekte dhe për i fusin blindat që ta përforcojnë. Si ka thonë ta qiri për rrët e qarë do më thonë. Po prapë nuk është zgjidhje kjo, sepse duhe me vonë blind gjithë si përfaqin e trullit. Po tani nuk kanë më shanse edhe vend blinda anësore që ta përforcojnë. Edhe mos që dojë më shumë. Po diku ke 60 milion euro gjithë blinda që do hynë 30 metra në tokë, që të ketë pasaj garanci objekti. Në fakt, këtu nuk flitet as pak për garanci, sepse në raste të tilla, blindat vendosen që pa nisur të bëhet ndërtimi. Dhe këtë, më mirë se kushdo, e dinin inxhinierët që kanë rezistuar përballë kësaj çmendurie. Kryesisht në këto zona që janë zona me prani ujrash nëntoksor të madhe, janë zona ranore, e kanë të detyrueshme sistemin pilot. Kjo është modeli se si inkastrohet pilota në shtresat e tokës. Shtresa e rërës, shtresa e parë që ne shikojmë mbi rër, pjesa e rërës, pastaj vijnë shtresat argjilore që janë më poshtë, duke qenë që janë nga prania e ujrave nëntoksor, janë shtresa më të dobta. Dhe qëllimi i pilotës është që të inkastrohet me sheshin e fortë derisa të kapi atë sheshin e qëndrueshëm ku objekti mos të bëjë ato çedime dhe ato uljen. Pra këto pilota ngulen në shtresën e fortë dhe pastaj mbi pilotat ndërtohet ai themeli tip pllake apo si të ketë vendosur konstruktori. Dhe kjo e bën më të sigurt një ndërtesë nga ana konstruktive. Firma i Mazaj, inxhinieris Batus, ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë e ngecme. Çfarë nuk firmos? Nuk firmos atë kolaudimin që duhet bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Inxhinieri firmës sot nuk e marr përsipër që do ta majë kështu, sepse thonë duhen shem fare ato. Momenti që ka bo 40 cm ulje dhe tani ka shku 70 cm, kush i garanton ato? Po këta tash që ta shejme në shkollë madhe, a kupton çfarë halli është? Janë duke tentuar që të vëmë blinda anësore, të kryejnë gjithë perimetrin dhe qartë dhe vëmë blinda. Aty nuk kanë më të hyshje, është bo problem i madh. Çfarë po diskutohet? Do të thonë çfarë zgjidhje do i japin? Po mendojnë ndonjë gjë? As ato vetë s'po tin çfarë bëjnë më tash, kurse të tjerë po procedojnë siç duhet. Kanë bën blinda, kanë fortifikuar gjithë zonën. Këtu nuk kishim dyshim. Pas dëmit të shaktuar, ishte normale që të mos përsëritej gabimi. Por pyetja jon është e thjeshtë. Kush e ka fajin për këtë pjesë? Investitori apo firma ndërtuese? Nëse objekti nuk është dorëzuar akoma, nëse nuk ka marrë atë certifikatën e përdorimit, nëse s'ka marrë aktin e kolaudimit, dhe ka subjekti ndërtues. Një përgjegjësi ka dhe supervizori i punimeve që duhet t'i monitorojë këto punime në mënyrë permanente, që nga fillimi i objektit e deri në fund të objektit. Është inxhinieri i ndërtimit, është inxhinieri gjeodet që bën atë matjen e kuotave. Nëse ka konstatuar që ka pas diferenca në kuotë, duhet lajmëronte supervizorin që ka ndodhur një diferencë kuote, ka bërë çedimin e duhur dhe supervizori mund t'i ndërpresi punimet për ta konstatuar këtë dhe i kërkon projektuesit të ndërhyhet në projekt për të krijuar mbrojtjen e nevojshme. Por ndërhyrja duhet bëhet në kohën e dur që të shmangen ekstremitetet që mund të ndodhin në të ardhmen. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letrat. Sidoqoftë, për të siguruar nëse gjithçka në dëshminë e detajuar të këtij nën-kontraktori është e saktë, më 23 mars ju drejtuam autoritetit shtetëror për informacionin gjeohapësinor për të siguruar akses për lidhjen me sistemin koordinativ shtetëror KRGSH me qëllim realizimin e matjeve sa më të sakta. Është data 30 mars dhe ne kemi zbritur në terren për të bërë matjet duke përdorur teknologji droni. Ndërsa droni do të ngrihet në ajër, do të kryhen matje topo-gjeodezike për të kontrolluar vertikalitetin e pallatit. Këto matje do të tregojnë nëse struktura ka posuar zhytje apo zhvendosje. Matjet tashmë janë kryer dhe mbetet të pritet rezultatet. Shpresa është që këto pallate të mos kenë zbritur më shumë nga sa do të zbresë çmimi i metrit kur blerësit të mësojnë skandalin. Nga verifikimi i matjeve në terren, shikojmë që kemi një disnivel rreth 30 cm ndërmjet soletave të pallateve të përfunduara, ndërsa nga kontrolli i pallateve të përfunduara, me pallatin që është në ndërtim, kemi një disnivel që varion nga 70 cm deri në 1 metër. Matje që përputhet tërësisht me denoncimin e bërë. Aktualisht flasim janë 74 cm ulje. E para, zhytja është thuaj se 1 metër dhe jo disa centimetër. E dyta, jemi në një zonë konetore me bazament ranor. Dhe e treta e më kryesorja, jemi në një territor sismik që nuk mund të lejoj aventura të tilla dhe eksperienca e tmerrshme 7 vite më parë e tregon më së miri këtë. A rrezikojmë të jemi përpara një skandali ku nuk flitet më përpara të hedhura kot, por për sigurinë e jetës së banorëve të arshëm të këtyre ndërtesave. Ne duam Elizabetën nëse është. Ishte sa të kush? Merë telefon një herë në praninë tonë, thuaj që kanë ardhur për zhytjet që kanë postuar pallatet. E ka informacionin nga brenda kompanisë. Kështu që të lutem thuaj mbaj një qendrim në lidhje me këtë. Sqarimin që kërkuam, administratorja e Durrës Marina preferoi ta jepte vetëm nëpërmjet këtij mesazhi. Jam për momentin në një impedim në Tiranë. Gjithsesi, nuk pranoj të jap deklarata në kamera vetëm me shkresë zyrtare. Nuk mohoj në asnjë mënyrë që nuk ka pasur zhytje. Shkurt, thjesht
tha që janë në Tiranë. Siç e patë edhe vet, administratorja refuzon në mënyrë kategorike për të dhënë një sqarim në lidhje me këtë skandal që prek drejt për drejt investimin e vlerësve. Por inxhinierët zbatues të projektit mes rreshtash lënë të kuptohet që gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhej dhe në heshtje e pranojnë problemin që ne kemi denoncuar. Të lutem, duam një informacion rreth sa centimetra ka ndodhur kjo zhytja e pallateve. Nuk e kam këtë detaj 100% të ta them e kam kaq. Se nuk e di se kam topografin e marr topografi këtë me drejtori nuk është se më marr unë. Janë zhytur të dy apo njëri nga ata? Nuk e di mos gënjej. Ja ta flas me drejtorin dhe ka duhet të marrin atë informacion. Se sa centimetra janë zhyt? Po. Por rreth sa pak a shumë për ta ditur? Nuk e di, nuk e kam atë info. Më fal, pa jeni inxhinieri aty se kuptoj. Tani unë nuk e njoh. Shihet qartë që inxhinieri pranon t'u jap informacion vetëm personave që beson. Dhe këtu nuk hyn gazetarët. Nëse shteti ka dhënë tokë, ka falur taksa dhe ka marrë përsipër kosto të mëdha, nëse qytetarët kanë paguar për apartamente që ende nuk ekzistojnë realisht dhe në fund ndërtesat rezultojnë me këto probleme strukturore, kush mban përgjegjësi? Apo mos duhet që kryeministri të bëjë një tjetër deklaratë publike si në rastin e pallatit të djegur 10 ditë më parë, ku e urdhëroi ndërtuesin që të riparonte vetë dëmet e shkaktuara, duke harruar me ose pa dashje që kolaudimin e pallateve e bëjnë institucionet e shtetit.